Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Krijimi I ëngjëjve. Pastaj midis qiejve të lartë të krijoi hapje dhe I mbushi me të gjitha llojet e ëngjëjve të tij. Disa nga ata rin shtrirë në adhurim e s'ngrihen as në gjunjë, ka të tjerë të gjunjëzuar që s'ngrihen kurrë në këmbë, disa prej tyre qëndrojnë në rjeshta dhe falen pa lëvizur për asnjë çast nga vendi. Sa të tjerë më adhurojnë përjetësisht e pa u lodhur emrat e tij qysh nga krijimi, mbi ta s'ndikon as gjumi I syrit dhe përgjumja e të medituarit dhe as kapitja e trupit apo teri I haresës. Mes tyre janë ata që punojnë si bartës të besuar të mesazhit të tij që shërbejnë si gjuhë shprehëse për profetët e tij dhe ata që shpihen gjithandej e poshtë urdhrat dhe vendimet e tij. Mes tyre janë mbrojtësit e krijesave të tij, rojtarët e dyerve të parajsës, ndërta janë edhe ca me këmbët ngulur përgjithmonë mbi tokë, me kohët që dalin tepër tej qiejve, me gjymtyr që zgjaten e shkojnë në çdo anë e pikë, me shpatulla si shtylla të fronit hyjnor, me sytë që I mbajnë poshtë rrëzuar sa herë që ndodhen përpara tij dhe me krahët lutës të shtrirë drejt tij. Janë ata që mbajnë nderur përpara vetvetes e çdo gjëje tjetër perdën që fsheh misterin, ata se kanë nevojën e imagjinimit të krijuesit të tyre. Kur mendojnë për të, e as I veshin gjëra që cilësojnë krijesat e tij, ata nuk e kufizojnë atë në banesa dhe vende të ngushta, as e përshkruajnë duke përdorur modele.